Në gjuhën popullore, quhen sehire apo magji dhe janë pikërisht veprime që po i shikojmë të ndodhura në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4. 2 ditët e fundit, Bia, e cila vjen nga Rumania, ka bërë veprime që në rrjet në mënyrë kategorike janë parë, janë diskutuar, janë gjykuar dhe nuk janë pranuar si magji e zezë që ai ka bërë kryesisht ndaj Albës. Janë 3 situata që përmbledhin veprimet që ka bërë Bia, e cila duhet të dënohet nga vëllai i madh e mos të përjashtohet nga formati nëse ka bërë magji të zezë. E para, që është edhe më viralja, është ku në dorën e Bias është një kukull labubu dhe ajo e shpon me gjilpër edhe përshpërit fjalët e Albës. Një situatë e cila është bërë virale dhe është shpërndar, kinse është bërë edhe nga të tjerë në Rumani. Pra një lloj magjie e zezë e cila është e natyrshme në shtetin nga ku vjen Bia. Nga ana tjetër, një tjetër moment është kur ajo me një gotë ujë, me një flori tek shtrati ku fle Alba sërish për këtë të fundit. E treta që ka të bëjë me tonin është që i der të këpucët një lëng me ngjyrë të kuqe, madje i ka spërkatur dhe rrobat me verë, e pikërisht në atë prajmin e së premtes Toni doli nga shtëpia e Big Brotherit. Kjo gjë do t'ishte skandaloze, kjo gjë do t'ishte jashtë çdo formati, nëse realisht Bia ka bërë në atë shtëpi magji të zezë. E sigurisht është Alba ajo që kap çdo situatë dhe nuk i rrëshket asgjë që e ka përmendur tek banorët e tjetër, që duket sikur Bia i ka bërë sehire pra magji, pasi sa herë që unë thot Alba shkoj në tualet, aty gjendet edhe Bia, mos ndoshta edhe aty ka bërë magji. Sigurisht që është një situatë që nuk ka ndodhur kurrë në asnjë format, qoftë me shaka apo qoftë me situata të tjera. Ndaj, sonte në Prime, të gjithë presim një vendim, të gjithë presim që vëllai i madh të mos tregohet tolerancë siç është treguar në disa situata dhe të marrë vendimin për t'i dhënë përgjigje, që sehiret nuk pranohen dhe as nuk duhen promovuar, qoftë kjo edhe në formate me një audiencë maksimale, siç është Big Brother Kosova. Sa kaq do të flas për atë që është bërë më viral këto 2 ditët e fundit, më saktë në fundjavë. Futja e Lim Hotit si banor në shtëpinë e Big Brother Kosova, shpeshherë kemi diskutuar që mund të ishte banor dhe ja ku e kemi banor. Situatat e tij me Albën, përposa asaj që shfaq një lloj telodrame, një lloj melankolie të përgjashme me serialet turke, për mua është e rëndësishme dhe jam këtu për të thënë atë që nuk komentohet më së shumti dhe që nuk e kap viralitetin, pasi viraliteti e kapin lotët, e kapin situatat, e kapin eskalimet, por nuk e kanë kapur kërcënimet që Limi ja ka bërë Albës në një bisedë në mesnat. Ai ka thënë mos më detyroj të shkoj në një tjetër nivel. E ka ofenduar në gjuhën angleze duke i thënë mother ... Sigurisht që unë edhe të tjerë e kemi parë si një lloj intimidimi, si një lloj përçmimi apo si një lloj nënshtrimi, që është fjala më e dur, që ai ka tentuar t'i bëj Albës duke pasur një lidhje me të, qoftë në ferma VIP, qoftë pasi dolën nga ferma VIP. Sigurisht që unë e shikoj si një lloj nënshtrimi, se këtë e tregoi edhe me një shembull tjetër ku ishte në mesin e banorëve Limi, që Hygerta e kritikoi kur i tha nëse dua që isha të vinë, i kam tek këmbët e mia me një telefonat. Sigurisht që kjo tregon që është një narcis, që është një mashkull i përkëdhelur dhe që merr kënaqësi vetëm nga gratë, siç po e bën me Dolce dashuria, e cila ishte harruar në atë format dhe u përpoqën që të kishte një lloj romance, kishte një lloj kimie, kishte një lloj zime me kushtrimi, gjë që nuk u pa, edhe tani është hedhur në krahët e Limit, kjo për të pasur një tjetër flirt në atë shtëpi, e me sa duket për ato që flitet jashtë formatit të Big Brotherit, për Dolcen që nuk dua t'i them se nuk dua të cënoj edhe nuk dua të futem në ujëra që s'na takon apo të bëjmë një lloj gjyqi publik siç jam shprehur për disa raste të tjera, por veprimet e Dolces tregojnë që ajo vetëm këtë mjet një në Big Brother, vetëm mjetin e një romance apo të një flirti që pak a shumë është në ujërat e një vulgariteti. Nga ana tjetër, duke mbetur tek kryefjala tek Alba, e cila di se si ta luajë këtë format, di se si të krijojë situata
për të gjithë ato që thash që kanë mbushur rrjetet me miliona shikime me këtë dramën që ka ajo me Limin, me shikimet, me fjalët që thot, me lotët, me debatet, me ato gricet, me goditjet e lehta, por edhe eskalimi që Alba kishte me Bian, sigurisht që vjen si pasojë, nëse jo e magjisë apo edhe acarimit e provokimit që ka bërë Limi duke përqafuar Bian, duke u ledhatuar, duke bërë sene që mund të provokojnë lehtë Albën, e cila din ta ruaj qetësinë, nuk kalon në një lloj agresioni të ashpër siç që janë bërë asajt ku ka bërë provokime më të lehta, siç ishte spërkatja me ujë që dolçe e shtriu në tokë, e vëllai i madh e fali. E nga ana tjetër, ka një lloj grupacioni kundër Elionës që po i shikoj që po përshpërisin me veshin e njëri tjetrit duke i thënë mos i jep zë, se për 2 javë del, mos i jep vëmendje, se është bërë kjo vëmendja si ato kilet e patates që më jep 2-3 kile dhe mendojnë që me aq mund të peshojnë dhe mund të japin vendime. Por si të qoftë, duke mbyllur teledramën midis Albës dhe Limit që nuk dua të bie në përsëritës, për mua është e thelbësishme dhe sigurisht duhet t'i japim zë situatave të tilla kur një grua, kur një femër nënshtrohet, kërcënohet, përgojohet edhe tentohet që t'i prishet imazhi në një format që është transparent me publikun, e për të tilla situata, kur e kemi faktin përballë syve tanë, nuk duhet të heshtim, duhet të flasim dhe duhet të mbështesim. Presim gjithçka nga ky Prime, pres të ketë një kuti Pandore, shkreta duhet vi, se në Big Brotherin e Shqipërisë ka ardhur dhe loja ka rrjedhur në mënyrë galopante, të mjehershme, duke hequr dhe banor që u supozonte që do të ishin element të këtij formati. Prandaj kjo vaktësi duhet të përshpejtojë edhe sonte, presim një zhvillim, siç ishte dënimi që e ceka që u mor nga vllai i madh që futi në atë rrugën 24 orëshe për të jetuar Labin, Londrimin dhe Bian, pres një tjetër dënim, pres një tjetër mas, por pres edhe një kuti Pandore për t'ia dhënë lojtarit më të zgjuar për të vënë përballë kokë më kokë 2 persona. Kjo ishte edhe Troçme Redin, por më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.